Për rreth 4 ore gjysmë, drejtues të institucioneve shëndetësore, përfshirë menaxhmentin dhe struktura drejtuese të klinikave, u takuan të martën jashtë ambienteve të punës. Prej orës 10 të mëngjesit e deri në orën 14 e gjysmë, disa drejtorë të klinikave të QKUK-s, drejtori i përgjithshëm i SHKUK-s dhe bordi drejtues u takuan këtu në një restorant në Gërmi. Salla e takimeve brenda restorantit ishte rezervuar për SHKUK-n, ndërsa brenda u pan disa nga drejtorët. Të parët që u larguan nga takimi pas rreth 1 ore gjysmë janë drejtoresha e klinikës së nefrologjisë Mimoza Ukimeraj dhe drejtori i përgjithshëm Elvira Azizi. Pacientët e kësaj klinike janë përballur disa herë gjatë vitit me mungesë të materialeve për hemodializë, por kjo çështje nuk u diskutua në takim. A u diskutu çështja e hemodializës materialesh? Jo. Sa do diskutu vetëm për punën që është bërë gjatë vitit. Me mungesë barnash, lista të pritjes e probleme të tjera janë përballur pacientët e SHKUK-s gjatë vitit, por nëse ato u adresuan në këtë takim, nuk tregoi drejtori i përgjithshëm Elvira Azizi. A u diskutuan çështjet problematikat me cilat jeni përballur gjatë vitit? I lutem edhe politikën e organizatës mesnodhëshe udhëheqi e kontaktoni zyrën për media e merrni informatat. E keni sekretarin e bordit aty, drejtojeni atij. Detaje nga takimi nuk dhas drejtoresha e klinikës së hemato-onkologjisë Afërdita Ukimeraj. Thjesht ka qenë një takim pune, si workshop, jo diçka e veçantë. Ndërkaq drejtori i klinikës së psikiatrisë tha se ishte takim fundviti. Shumë thjesht planifikimi dhe mundësit, me i pa mundësit e përparimit të shërbimeve të reja dhe kushte për punë në klinikë. Takim për fund vit, realisht është planifikimi për përparimin e shërbimit. Shumë nga anëtarët e bordit nuk pranuan të flasin pas takimit. Përderisa të gjithë të tjerët shfrytzuan hyrjen kryesore për të larguar nga restoranti, ishte kryesuesja e bordit drejtues Tetore Olloni së bashku me anëtaren Rezarta Bajrami Halili, të cilat për të ikur prononcimit për media shfrytzuan anën tjetër të restorantit për të larguar me vetur. E në një përgjigje të shkruar që ka ofruar SHKUK-ja, thuhet se bordi në baza vjetore organizon punëtori ditore me qëllim analizimin e bilancit të punës, vlerësimin e realizimit të objektivave dhe diskutimin e pritshmërive në raport me të gjitha njësitë organizative të SHKUK-s. Mbledhja e fundit e rregullt e bordit drejtues të SHKUK-s u mbajt më 4 dhjetor. Në këtë mbledhje, bordi kërkoi raport vjetor për listat e pritjes dhe për furnizimin me barna nga lista esenciale.